në shenjë respekti për veten time dhe duke mësuar akoma dhe më tepër kufin të dhe kufi për veten time, pavarësisht se ora është 4:30 këtu në Greqi, e drekës, dhe është ditë e diel, kam dalë të shëtis, dhe bashkë me këtë thash që bëj akoma dhe një video këtu. Për të treguar akoma dhe njerë, pavarësisht se gjithmonë flas të vërtetën, dhe për të treguar në çfarë mënyre mund të ndihmoj unë ju që keni kujtuar ndihmën time se jam shpëtimtarja juaj dhe jo ju shpëtimtarët e vetes tuaj. Unë jam thjesht një person që me përvojën time mund të tregoj si unë ditë për ditë duke punuar me veten time dhe të liroj çdo lloj plage, traume të të kaluarës dhe gjithashtu të gjitha jetëve të tjera që kam kaluar, ashtu si edhe ti, dhe për të bërë zhvillimi personal me punët të përditshme, të pandaluarshme, ditë e natë, dhe çdo gjë që më shfaqet rikthehem tek vetja ime, sepse e di shumë mirë që çfarëdo që bëhet është pasqyra ime dhe ju falenderoj të gjitha juve si shpirtra për të gjitha ndihmat që më keni dhënë dhe unë kuptoj si këto të fundit të vej kufin më të fortë tek vetja ime, duke ruajtur energjinë time dhe duke mos e quajtur veten me faj në disa persona që kur nuk marrin atë që dëshirojnë të marrin dhe që nuk e morën nga prindrit e tyre, dhe gjithashtu duke mos qenë të gatshëm akoma të hyjnë të shikojnë plagët e tyre, sepse janë të shumta dhe ju kuptoj shumë mirë, sepse kjo rrugë ka dhimbje të madhe. Por ndërmjet dhimbjes ti mund të lirosh çdo gjë. Sepse po sa arriten ta shikosh atë dhimbje, nuk mund të lirosh asgjë. Por prapë këtu mund të të them që është okej për të gjithë ju që nuk jeni të gatshëm të shikoni dhimbjen tuaj brenda jush dhe punoni në sipërfaqe, sepse çdo gjë është në kohën e dur. Dhe forca e shpirtit e gjithë personave është tjetër. Mësimet e shpirtit janë për këdo të ndryshme. Unë zgjedh që këtë mësim, duke u lidhur me fuqinë e shpirtit tim, që këtë e kam zbuluar para 4 vjetëve të paktën që punoj në fellësi, ndërmjet analizës të artës të evolucionit të shpirtit me ditën e ditëlindjes që kërkoj për dita në për video dhe ta them që të punosh, kuptova kush është misioni im, fuqia e shpirtit tim dhe duke qenë në misionin tim dhe duke bërë gjithashtu karmën time, të liroj karmën time, që mos vi herë tjetër dhe të punoj prapë për të njëjtin mësim. Gjithashtu arta më ka ndihmuar të shikoj kush janë talentet e mia, që unë të bashkoj me ato profesionet e mia, çfarë duhet të bëj, kush mua më lumturon, si kjo shëtitja në natyrë dhe kjo përqafimi i pemës, sa herë që unë ndihem e mërzitur dhe kam diçka për të liruar dhe bëj ato ushtrimet e ditës për dita. Gjithashtu, shikoj ndërmjet artës cilat dhuratë më japin paraardhësit dhe çfarë është mësimi që duhet të bëj unë me ta, kë karmë liroj unë si shpirt, sepse e kam marrë para se të zbrisja në tokë, kam bërë kontratën dhe duke ditur kush është ajo, unë punoj pikërisht atje ku duhet dhe me paraardhësit që të bëj lirimin e tyre dhe kështu liroj dhe veten time. Dhe po të them të gjithë juve që nuk dini si t'ju ndihmoj, unë nuk jam shpëtimtarja juaj, por jam shpëtimtarja e vetes time. Ti mund t'i bësh shpëtimtari vetes tënde,
si dhe në çfarë mënyre. Një, duke bërë analizën e artës evolucionit të shpirtit, të mësosh të gjitha pikat e forta dhe të dobta. 2, duke marrë një paketë të paktën 5 seanca private që të punojmë të gjitha pikat kryesore së bashku që ti bllokoni jetën tënde, akoma këtu dhe për juve që doni partnerin ideal dhe për ju që kërkoni para dhe jeni të bllokuar. Të gjitha këto janë me ndërim energjie dhe po, këto janë me pagesë. Në anën tjetër, të gjitha këto videot që ti të kuptosh në çfarë niveli je, të marrësh vendim çfarë do të bësh për veten tënde, të gjitha terapitë që bëj me ndërgjegjen time, duke qenë e qartë pse i bëj çdo të mërkurë falas në platformën Zoom, për të gjithë ju që jeni gati, pa akoma dhe falas, ka shumë njerëz që nuk hyjnë, sepse i doni gjërat të gjitha në pjatë. Dhe është okej për ju, nuk ju kritikoj, sepse po të kritikova ty, kritikoj veten time. Thjesht dhe kufin të energjisë time dhe i punës time. Gjithashtu, tek Vila 24, jap shumë këshilla falas tek televizioni në Tiranë dhe nga afër dhe ndërmjet Skype-it, duke sakrifikuar nga ora ime, nga jeta ime, nga gjumi im dhe shumë të tjera. Por njerëzit prap ngelen një të pakënaqur dhe pakënaqësia nuk është tek mua, por është tek ju. Shpirtra në evolucion, zemra dhe shpirtra të dashur, ju dua shumë, por nuk mund t'ju dua ju më tepër, në qoftë se unë nuk respektoj dhe dua veten time. Dhe të gjithë të rrugtimin që bëj, e kam bërë që të mësoj, të pranoj dhe të dua veten time, sepse është mësimi im i jetës këtu, që unë ta bëj këtë. Dhe pavarësisht se kam qarë dhe mund të qaj dhe unë për dita para një terapie që i bëj vetes ose me terapistët të tjerë, mentor të tjerë, dalë dhe të bëj dhe të video të shikosh dhe të dëgjosh. Por nuk mundem unë të mbaj thesin tëmë që ke sjellë si shpirt ose ke krijuar këtu në tokë tani me personat e tu për ty. Sepse jeni shumë dhe të dua nuk i mbaj dot. Prandaj dhe ti që të dhem kurizi, shpina, shpatullat, a i di që nuk janë të tuat këto pesha, prandaj fillo dhe të punosh. Në të njëjtën kohë falas, bëj shumë gjëra, po jam e ndërgjegjshme pse i bëj. Edhe unë si ju, duhet të roj, kam detyrime dhe këtu në Greqi, kam fëmijë, kam shtëpi, duhem paguar drita, gjërat të gjitha, dhe jam me licencë. Dhe për të gjithë ata që dyshojnë, nuk është nevoja t'ja u jap, po nëse kërkoni atë licencën, edhe atë mund ta bëj. Dhe për të gjithë ata që duan dhe paguajnë lekët për terapit, mund të merrni faturën tuaj. Jeni okay, sepse dhe unë duhet jem në rregull me shtetin këtu dhe me veten time të mos bëj karm. Prandaj, ju falenderoj shumë të gjithëve juve që më keni bërë të punoj akoma më tepër me veten dhe të vej kufin. Dhe nuk mërzitem dhe nuk ndihem më me faj, sepse më bët të ndihem dhe me faj ku ju nuk kuptoni për mësimet që më dhatë. Në të njëjtën kohë, për të gjithë ata që janë gati dhe seriozisht për të punuar me veten, mund të më telefononi dhe të mbyllim takim 15 minuta falas të vendosim që nga do t'ja nisim. Ndryshe më vjen keq, por mund të shikoni dhe mentor të tjerë, terapistë të tjerë dhe atë që juve ju përshtatet, mbase s'jam unë ajo që do t'ju ndihmoj ju. Ju dua shumë, ju falenderoj.